Në gjykatën e posaçme u zhvillua këtë të mërkur seanca ndaj ish-kreut të Komisionit të Prokurimit Publik, Jonaid Myzyri, për cilin SPA kërkoi pushimin e çështjes lidhur me akuzën për shkelje të barazisë në tendera. Prokurori Elvin Gokaj deklaroi se hetimet kanë përfunduar dhe nga veprimet e kryera nuk rezultoi provë që implikon Myzyrin apo personat e tjerë në hetim në kryerjen e një vepre penale. Në kërkesën për pushim përfshihen edhe Vilma Zhupaj, Lindita Skeja, Merita Zeqaj dhe Enkelejda Bega. Mbrojtja argumentoi se anëtarët e KPP-s nuk marrin pjesë në procedurat e tenderimit, por shqyrtojnë vetëm ankesat administrative që lidhen me to. Pas dëgjimit të palëve, gjyqtari Paulin Çera njoftoi se vendimi do të shpallet më 25 maj në orën 10:30. Çështja lidhet me një tender të vitit 2020 me vlerë rreth 2.2 milionë euro për mirëmbajtjen e disa segmenteve rrugore, mes tyre aksi Rrëshen, ura e Fanit Shpal dhe segmentet Shpal Qafben, Hadroj dhe Shpal ura e Repsit. Procedura ishte zhvilluar nga RSHM 18 shtator 2020. Sipas SPAK, gjatë këtij procesi janë konstatuar shkelje ligjore që, sipas akuzës, nuk u morën në konsiderat nga KPP-ja e drejtuar në atë kohë nga Myzyri. Prokuroria pretendonte se komisioni kishte favorizuar bashkimin e operatorëve AEK Munella dhe Drini 1, të cilët fituan tenderin me dokumentacion të pavlefshëm. Në tetor të vitit 2025, GKK-o vendosi të heqë Myzyrit masën e pezullimit nga detyra, duke lënë në fuqi vetëm masën detyrim paraqitje.